Përshëndetje, miqtë vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje te Tarot. Personi I zemrës tuaj. Mendoni personin e zemrës tuaj në këtë moment të kësaj energjie të Tarotëve. Do t'ju kthej përgjigje në anë të mesazheve personi I zemrës tuaj në këto momente. Në shikojmë, do t'ju kthej përgjigje në mesazhe kur ju I bëni pyetje. Patjetër që do t'ju kthej, sepse ju jeni një perandore në këtë tarot për atë mashkull. Dhe ju gjithmonë kur I bëni pyetje, ai ju përgjigjet me shumë dashuri. Është një person që ka në një finit duar plot me bollok. Financa, me bollok shpirtëror, tek ju, ky person shikon një femër që mban një ekuilibër në jetën e saj, dhe I të mbrojtur nga ky ëngjëll. Një femër me këmbë në tokë, një femër që di të balancojë lidhjen, marrëdhënien. Keni një histori të fshehtë. Ju të dy në këtë lidhje, histori dashurie, e keni të fshehtë. Jeni të rrethuar nga njerëz të qartë, por hëna e plot ju mbron. Dhe këta njerëz I verbon dhe I lë në vendin e tyre, në mumin e tyre. Ky person juaj është një person magjik, që ka të gjitha në infinit. Ka dashurinë për ju, ka pastërtinë shpirtërore, ka bollokun, ka drejtësinë, pra I ka të gjitha, është një person shumë I përkushtuar tek ju. Dhe është I letmuar. Dhe juve ju shikon si një dritë në rrugtimin e jetës së tij, si një fener në dorë që ndriçon rrugën e tij. Dhe pse ka pasur mendime pak negative, pak stres, pak mendime jo të mira, me pa gjumë, ky mbret I kupave tregon që me ty është shumë I dashuruar. Pra ka një dashuri të fortë, një pasion të zjarrt dhe bashkë të dy, dhjeta e monedhave tregon që do të ndërtoni një jetë të mbushur plot me pozitivitet, me njerëz pozitiv, me energji të mirë dhe me bollok financiar. Kulla juaj do të jetë gjithmonë e ndriçuar nga këto monedha, nga ky bollok në qiell të pastër. Me kë rezonon kjo energji e tarotëve? Me Deni, Luani, Peshore, Akrepi, Gafore dhe Vigjëreshën. Kurse nga gërmat e alfabetit me gërmën Z, O, me gërmën A, H, E, J, I, P, L, B, D, N dhe S. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.